Kthehemi në studio me pjesën e dytë, pjesën kontaktuese, ku ju të dashur dëgjues e shikues mund t'i bëni pyetjet tuaja në numrin e telefonit +383 45 471 848, drejt për të numër ose edhe në Viber e WhatsApp. Po ashtu mund të kontaktoni tek rubrika dërgo mesazh, sonte dhe gjatë gjithë javës për të bërë pyetjet tuaja në lidhje me temën apo për gjithçka çdo gjë që intereson juve për dhe rreth Islamit. Si gjithmonë jemi këtu deri në orën 21:30, sipas nevojës së kërkesave pyetjeve tuaja edhe pak më shumë. Pra mos ngurroni, na kontaktoni në numrin që u shfaqet në vazhdimsi në ekran dhe tek pjesa që u shfaqet ku ju mund të dërgoni pyetjet tuaja me shkrim. Përderisa kursimi nga Rezia na bën me dije nëse kemi apo jo telefonat, gjithmonë falënderues ndaj tij për punën që bën. Ne nisim me rubrikën e leximit të pyetjeve me shkrim. Disa gjatë javës, disa nga java e kaluar dhe disa të tjera të përzgjedhura që janë dërguar sonte Rishtazi. Selam aleikum hoxhës dhe juve, edhe pyetja ime thot për hoxhën shkon kështu. Jam e martuar tash 10 vite, që 2 muaj ka dash Zoti më ka falë një djalë, po që për kësaj kohe më është faq një frikë e papamë. Gjithçka përreth meje po më frikson, po shoh ose po më ngjason sikur po shoh dikë dhe diçka. Kam bërë analiza, kam bërë rukje, sa më hin një frikë e tillë e madhe, po më nxitet me vjell. Mjekësisht s'po më vrejnë kur gjë, me rukje nuk kam pas ndonjë rezultat. Një këshill për hoxhën se si ta kaloj këtë situatë, më bani halal për pyetjen fjalë. Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht është parim, është rregull që në çdo gjendje, në çdo situatë, në çdo kohë, në çdo sprov duhet më mbështet Allahut. Nuk gjendet, as nuk të ndihmon, as nuk mjafton askush, ashtu që mjafton Allahu te bareke ve taala. Për ata vetë Allahu thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ai që i mbështetet Allahut me mbështetje të vërtet, Allah i mjafton atij. Po ashtu Allahu Teala thotë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush ka frikën e Allahut, kush është i devotshëm, ruhet prej harameve, i krijuar e Zotit, Allahu ja hap rrugët. Dhe parimisht është rregull për çdo njërin prej neve si besimtar musliman që të kemi mendim të mirë për Zotin. Pra kështu do të me nis çdo send me trajtue duke pas mendimin e mirë për Zotin. Sepse Zoti nuk bën asgjë të keqe, asgjë të dëmshme, asgjë të padobishme për besimtarët musliman. Gjithçka që ka cakton Zoti, që ka bën kader, që ka caktuar Allahu Teala, ajo është e mirë, ajo është e dobishme, ajo është e nevojshme për me ndodh besimtarit musliman. E kuptoj kush e kuptoj, se kuptoj kush se kuptoj. Kjo është kështu rregulli. Andaj veç me mendu kjo mota që kjo kriza që ka nuk kalon, kjo është mendim i keq për Zotin. Sot me mendu keq, absolutisht. Vetë Zoti ka thonë, kush mbështetet tek unë i mjaftoj atina. Kështu që motër ti edhe të tjerët kush do, apo të tjerët kush do që kanë probleme të ngjashme, gjoja e parë është që me mendu mirë për Zotin. Me mbështet tek Zoti, edhe me ditë që çdo gjë që ndodh, ajo është caktimi i Zotit dhe është në interes tonë, për të mirën tonë. Dhe do të me ditë që çdo krizë kalon, çdo problem ka zgjidhje. Edhe pse shpesh njerëzit nuk dinë si me zgjidh, por nuk do të thotë që nëse nuk di me zgjidh një problem, nuk do të thotë që ai s'ka zgjidhje, po ndoshta mos mund me zgjidh, po ndoshta e zgjidh psikologu, ndoshta e zgjidh psikiatri, ndoshta e zgjidh një hoqë tjetër, po zgjidhje ka gjithsesi. Kështu që nëse në rrafshin fizik kjo motor është mirë dhe mjekësia bashkëkohore ka thonë fjalën përfundimtare që kjo s'ka asnjë problem me tension apo me diabetin apo me memorien, me mendjen e saj, dhe gjithë e kanë dhënë mendimin domosdoshmë pozitiv që gjendja është mirë, atëherë adresa e dytë është me u drejtuar tek ndonjë hoxh i përkatitur profesionalisht dhe i besueshëm, që dihet adresa, i dihet domethënë në vend i punës kush është, edhe me u konsultu, me shkuke me burrin e saj, me u konsultu me ta, dhe pas konsultime hoxha
e konstaton se ka nevojë vetëm me këshilla të trajtohet si rast, apo edhe ka nevojë për lexim të Kuranit. Dhe besoj që aty ka me kalua, me thonë rukja s'ka kur fare efekti, kjo është e pa nevojshme, s'ka nevojë kështu me thonë. S'ka ndiku, tha. Se po ndikon qysh ndikon. S'ka muç të është me lexu surën El-Fatiha ndikon ajo. Qysh ndikon? Ndikon edhe që me thonë në planete tjera, s'po ndikoj ka tek njerëzit. Ka ndikim pozitiv. Kështu që ata që janë besimtar përfitojnë prej Kuranit, e prej duave, prej lutjeve kuranore, ose lutjeve, duave që ka praktiku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e s'po përfitojnë shumë na muslimanët. Ka valla, këtë largohen, edhe Afrika do të me kuptu që është e pa arsyeshme. Nuk ka ndonjë bazë të madhe, të fortë që ajo do të më u friksu. Po në këto raste, kur ka kriza, rregullime hormonale, ndryshime në organizëm, e gjenet shejtant, ata keqbërësit, e kanë këtë punë me i shqetësu njerëzit, me i friksu njerëzit, ama mos o friksa, ti je në trupin tonë, ti je në shtëpin tonë, je në vendin tonë, në familjen tonë, mbështetjo Zotit, bëne namazin, dhe nuk ka mbrojtje më të madhe pas Allahut, prej punëve që i ka caktu Zoti, se sa namaz. Bën doa, bën lutje, bën istighfar, kërkoj falje Zotit, lexo apo dëgjo Kur'an sa më shpesh, edhe me emrin të Allahut këtë kanë kalu. Faleminderit. Kemi telefonat apo në dia regjia? Alo, urdhëni. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam. Aleikum selam. Urdhëni vëllai dashur. Paraqitet filmi jo, ndjem në spota të rëgëhe se kemi të njëjtë. Aleikum. Po vëllai me. Mirë se të ka prozoti. Faleminderit, unë nuk kam pyetjeve që ose jap një 2-3 minuta, kishe bu se vogë me mua. Halli koft. Faleminderit, unë deshta me falemndru hoxhin e nderuar, sepse 2 herë ka pot kohë me mua me dalë, bashkë dhe të tretën herë dulëm edhe me ty dha shpejtim, edhe me dha kushtrimin, edhe ju falenderoj për zemërsisht për mikpritin aty në studio, nuk e harroj kurrë. Dhe ishte një kënaqësi e veçantë për mua, por duhet ta cek edhe se 2 herë hoxha më mësoi me thirrë ezanin në xhamin Matine, ku kjo xhami është shumë e bukur dhe shumë kompat emocione deri me tregue, dhe në ditën e xumah kur thirrë ezanin, hoxha më bëri një prezantim të jashtëzakonshëm. Bile edhe ma mirë se ata spikerët kur unë e buksojsha, kështu që të përshëndes, Allah i truajt, Allah i dha shëndet, dhe të gjitha të mirë në këtë dunjë dhe në ahiret, ashtu përshëndes dhe Allahun shpejtimin, dhe ekstra një përshëndetje shkon për Allahun kushtrimin, i se një punë të madhe për bën prapa kamerave, Allah ju shpërbleft, selamu alaikum e rahmetullahi wa barakatuh. Amin, bashkaj, aleikum selam. Salam, rahmetullahi wa barakatuh. Edhe na e përshëndesim Allahun Hilmiun edhe çdo njërin prej vëllezërve, kudo që janë dhe nga do që po na ndjekin. Allah i shpërbleft. Po du me marrë kohën se kjo pjesë është për pyetje përgjigje, po ajo që ka bojmë për vllazërit tonë, ajo është më e pakta që mund ta bojmë për ta. Këta që janë prendim, s'pa thamë kështu me kuptim të keq, po janë të handicapum, do me thonë, ju mungon vendi, ju mungon atmosfera, ju mungon mentaliteti, ju mungon praktikimi i fesë kështu në për institucione, si kur të na shikim xhamia, shikim vendet në publik kështu që i kemi, jo mungon edhe ky dheu i Kosovës, kështu që ka njëherë në vetë. Disa 2 herë vinë, besoj që meritojnë të paktën na që atëherë gjatë komi apo kushtue një kohë caktume, sepse kush e nderon dikon e nderon vetveten, kush jep dikujt diçka jep vetvetes, kush bën mirë bën për vete, kështu që përfituesi kryesor jetë ai që i bën këtu, dhe na këtu kemi përfituar më shumë. Allah shpërblef këtë edhe të tjerët që po gjejnë kohë na vizitue, dhe është kënaqësi kur po bashkohemi në vende ku Allah është i kënaqur, aty në ato vende siç janë xhamit apo në përkësi studiosh ku flitet për Allahun, për pejgamberin, për Kur'anin, për Islamin. Faleminderit hoxh. Lloj mirë inshallah është kënaqur me përgjigjet edhe falënderimet.
Thot, a do të merrim në llogari për thashë theme dhe nëse po, si do të gjykohemi për to, por përfshija të biseda që ndoshta për neve mund të mos na duken të tilla, por bie në nivelin e thashë themeve. Allah ju nderoft. Po patjetër, thashë themet apo bartja e fjalëve nuk është prej gjunaheve që është lehta që e paramendon dikush. Se në këtë popull një pjesë këgja e madhe, po bjen në një gjunah që për duket edhe si diçka normale, që është përgojimi, gibeti, e një pjesë tjetër në gjunahin tjetër, që janë thash e themet. E merë do fjallë të kë, e i bjen të kone, e i keq interpreton, o shqyra me po thash e theme për keq, se me thonë, ka thonë shpejtimi për ty fjallë të mira, ose ka thonë kushtrimi kështu për mirë, kjo nuk është problem. Po thash e themet me qëllim të fesatit, që rregullimit, prishjes të raporteve të njerëzve, këto është për harameve. Dhe ai që bart fjalë, ai nuk do të hyjë në xhenet në fillim. Ka me vujt shumë një herë. Po ajo që është me përhapën tek ne, është me përhapën e kush përgojimi. Përgojimi, me marrë njerëzit për goje. Me fol për ato që s'është aty, ose me fol për ato që është aty, fjalët e cilat e helmojnë ato, e lëndojnë ato. Se disa po thonë, jo mbare po ne ja tham ato që ka, ja tham nërsy, po që ajo nërsy ose mashsysh, ato që e ka po urren ai personin fjalë, që ajo është ndaluar, është haram, është gjuna i madh. Për ata, Allahu te bareke ve taala në Kur'an thot në kapitullin e surën Hujurat, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dhe mos e përgojani njëri tjetrin, mos bëni gibet për njëri tjetrin. Qysh është gibeti, e kemi përmend nështë disa herë në këtë studio. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i pyeti shokët e tij me një pyetje. Hel tadruna mal ghiba, a dini çfarë është gibeti, përgojimi? I thanë Allahu dhe i dërguari e din më së miri. E pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, dhikruka akhaka bima yakrah. Mja përmend vllaut tan. Këtu nuk kanë veç vllaut dhe motra, po mja përmend vllaut apo motrës muslimane, ato që e ka për e urren mja përmend. Ti je me syza, po tash ti e urren me thonë, o ti vllau me syza. E urren, po. Kjo logjik, ç'është na thojnë. Po, unë tash, nëse e di që te urren edhe ata tham, që kjo gibet. Mu ka zbarë mjekra, po. Edhe tash më thonë, o ti me mjekra të bardhë, ose ku dy në qysh, thojnë të një faremni, po, edhe nëse unë e kam mjekrën e bardhë, po. Kjo është përzgjedhja e Zotit, s'është përzgjedhja ime, dhe shumë rahat jam, shumë mirë jam, elhamdulillah. Po nëse urrej, kjo është gibet. Se dikush thotë, po kjo e ka, po e kam unë e mjekrën e bardhë, po ti nuk kam qef me më thonë. Për shembull e mora, se nëse kam problem, deri me më thonë, ku far problemi nuk është. Pra, ato që e ka një vëlla musliman, mja thonë, e ai e urren që tu ke bo gibet, tu ke bo gjënat madh. E i thanë të praneshmit, po nëse ka ai ato që ja themi, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po nëse ka që kjo gibeti, nëse se ka, tha kjo është shpifje, kjo është shkatrim, do me thoni personin fjalë. Dhe gibeti është përhapsës shumë, sidomos të granimi, po dhe të këtë rit, fatkeqësisht edhe të këtë vjetrit, dhe çfarë dënimi? Dënimi është i madh. Allah thot, yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. A dëshiron ndonjëri prej jush me hangër mishin e vllaut të tij të vdekur. Qishto, me hangër mishin e vllaut të vdekur është e barabartë me gibetin. Apo gibeti është i barabartë me ngrënien e mishit të vllaut të vdekur. Kjo është diçka trishtuese të merruse, kush han me mishin e vllaut për vdekur, as për gjallë, as për vdekur. E po valla disa pe han. Disa han edhe mishin e helmuar. Cili është mishi i helmuar? Përgojimi i dietarëve, përgojimi i hoxhallarëve, i ulemave. Kjo është domethënë gibet edhe më i rëndë runa zot. Andaj, e los Allah që të na ruan nga kjo sprovë bashkëkohore, neve ju dhe të gjithë besimtarët musliman. Amen. Për gjerazës thot,
A ka mundësi nëse po, cilat do të ishin ato mundësitë që ne muslimanët t'ia shtojmë vetës në rryskin sot të pak, sepse me gjithë këtë punë që bëjmë, ose këtë punë që bëjmë, nuk pushojmë hajl. Nuk e nis unë familjen time dhe shumë të tjerë në familjet tona. Si të dalim nga kjo krizë, qoftë e mendore apo edhe ekonomike, si me përmirësu gjendjen tonë, hoqë nderuar në fund. Po, e përmenda më herët në një pyetje që u bë në fillim të emisionit, pjesën e dytë. Bazë e çdo mirësie, bazë e bereqetit, bazë e shtimit të mirave është kush? Devotshmëria. Për ata Allah thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush ja ka frikën Zotit, kush është i devotshëm, kush bëhet i devotshëm, çka? Allahu ja hap rrugët, i bën zgjidhje për çdo problem, për çdo shqetësim. Dhe një nga shkaqet që Zoti na shton rrezikun është çka? Devotshmëria, takvallaku. Çka është devotshmëria? Çka është takvallaku? Se dikush nuk e kupton as e takwa e as nuk e kupton devotshmëri. E çka është devotshmëria? Definicioni më i shkurt që e kam pa unë është fi'lul ma'muri wa tarkul mahdhuri. Me i krye urdhat e Zotit, edhe çka? Me i lënë ndalesat e Zotit. Pra, me i krye ato që urdhën Zoti. Dhe me u largu për asaj që ndalën Zotit, ti je 100% i devotshëm. A ka mundësi? Po ka mundësi. Po s'po mujën e krejt, a ne bile shumicën. Mos më shkrejt urnat, bile shumicën. Po s'po mujën më largu për i krejtve që i ka ndalu Zotit. Po për i shumicës a mund është po. Për i gjunavat mëdha mund është po largu për i që atyne. Andaj, njeriu që është i devotshëm, është sikur ai që kur ecë në një tokë me gjemba, me therra, këshyr kupi që të gishtat e kamës ka dalë, nuk shkel në harame. Për ata, kur prisi besimtarë Umar ibn Khattabi, radhiyallahu anhu, e pyeti Ubej ibn Ka'bin, i tha, o Ubej, tha, çka është devotshmëria, po çushe përkufizon, çushe koncepton, çushe kupton ti devotshmërinë? Tha, o prisi besimtara, ka jesë ndonjë tokë që është me gjemba, me thella? Tha, po. Qysh i ke qitë kom, tha, me kujdes, ku po shkeli? Ç'është tha është devotshmëria? Me pas kujdes, çka po fol? Me pas kujdes, çka po dëgjon? Me pas kujdes, çka po shikon? Me pas kujdes, çka po bën me këto dur, çka po punon? Me pas kujdes me kom, ku po ecë, ku po shkon? Këtë me i bo me kujdes, me llogarit veten, atëherë çka? Është në rregull. Këqyre pastaj, sikur na të besojmë mirë që çdo të Zotin, bindemi tek Zoti. Edhe çka t'jemi devotshëm, çka ndodh, Allah po thotë la fatahna alehim barakatin min as-sama. Sikur pra të kishin besue njerëzit që çdo edhe të ishin të devotshëm. Allah po thotë ja u kishëm zbrit në bereqetin edhe prej qiellit. E kishëm hap qiellin, e kishëm shu bereqet. Prej qiellit e prej tokës. Pra, kjo është e para. Pastaj ka edhe të tjera prej shkaqe, prej sebepeve të shtimit të rrezikut, është kush? Falënderimi i Allahut. Me falendëru Zotin, jo mu anku, veç pa ankohen. Ankov burrat, ankov gratë, ankov fëmijët, ankov flesh, çka bo marrë kështu veç pa ankohemi? Allah po thot, nëse me falenderoni, unë gjithsesi u ashtoj të mirat. Po nëse ankoheni, apo i mohoni të mirat e mia, dijeni se dënimi më shtyllimshëm. Andaj falendero Zotin, se apo do me t'i shtu, po veç falendero. Elhamdulillah, o Allah, për këtë iman që na ke dhënë. Elhamdulillah për këtë islam. Elhamdulillah që na ke bën njerëz, krijesa më e mirë. Elhamdulillah që na ke bën për namazlive. Elhamdulillah që na ke bën prindër. Elhamdulillah që na ke bën këto. Elhamdulillah që na ke dhënë mendjen. Po, mendja dallon për kafshë. Logjikën ta ka dhënë Zoti. Kafshët e kanë trupin, e kanë epshin, e hanë, e pinë më shumë se na. Mirë po logjikën nuk e ka. Midis rrugë e kryen nevojën e vogël, midis rrugë e kryen nevojën e madhe, kanë herë midis rrugë bojnë edhe
kontaktin tim, ku ta dione, e neve Zotin e ka unë logjikën, s'na ka bo sikur kafshët, apo sikur shpendët, apo sikur insektet. Edhe pse vjen një moment, në ditën e gjykimit, kur secili ka me dhonë llogari, ka me u bo do me në shka, ajo, që me thonë, barazimi i punëve. Kush i ka bo të mirat, e ma shpërlimin për të mira. Kush i ka bo të këqijat, ma shpërlimin për të këqijat. Edhe çka, secili ka me marrë hakun e vetë. Sa që kanë me dalë edhe kafshët, me lyp hakun për njëna tjetrës. Sa që ai dashi pa brina, ka me marrë hakun prej ati dashit me brina, sa i me bri, e ka lëndu ma shumë kër jenë godit ata. Edhe kafshët, kur të marrë hakun njëni tjetrën, kafshët, Allah që i thëtë, kuni të raba, bëhoni dhe e plohën. E ai që se ka besu Zotin, e është talë me Zotin, e ka bëhaj gale me Zotin, çka thët? Wa yaqulu al-kafiru ja lejteni kuntu turaba. Dhe thët kafiri, mos besimtari, jo besimtari, more Zot, se kur tisha dhone dhe. Pse më bo sikur kafshët dhe edhe mos me shiju xhenemin hiç. Ama s'ka, ja, të më dhe s'ka. Atë ka xhenet ose xhenem. Kështu që këto janë, me thonë, disa për shkaqeve, devotshmëria, falënderimin ndaj Zotit, tjetër me kon korrekt në shitje edhe në blerje, që sikur të na tashet mallin që me thonë, e kopjum apo të imitimi i 5 fisht, se s'është imitimi i parë, sa kërkun original janë dra markën se ka problem, të bën bejnë Allah. Haj malli botë që të dikon e për depojat Kosovët, bën bejnë që në Turkia apo në Itali, pëse më Allah po bën bejnë rajshëm. Këtë tjetër që ashtu betohet rajshëm, kër e blejnë, anë i këpashat Zotin që të e gjeta filan venin me që të shmin për e gjetë hiç. Raj shqitës, raj blerës, s'ka bërë që s'shtot rëzko. Amo nëse ti eshet mallin, ta marë që shduhet. Edhe i tregon ato të mirat, edhe ato të metat e mallit, për shembull, ka një të met. Ky që e blen i pranon, edhe e kanë bë marrëveshjen. Do të thonë tamam të dy palë korrekt, çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Burike fi bejihima, Allah ja bereqet në shitderën e tyre. Ja bereqet edhe shitës edhe blerësit. Edhe kështu me radhë, çdo punë e mirë që e kënaq Allahun, bëhet shkak për me ushtue rreziku, mirë po s'kena me marrë ma shumë, as ma pak se ato që ka caktuar Allahu, mirë po na duhet me punu, sepse na nuk e dim që ka caktuar Allahu, mirë po çka të punojmë halal, të fitojmë halal, e nëse fitojmë, pastaj ta menaxhojmë, ta shpenzojmë, çka në halal. Kemi telefonat ama me dhije kushtrim edhe shikuesët të gjys në bëni halal përpitjen, por përgjigja ka përparësi. Alo, ordoni. Selam aleikum. Ju përshëndet, vëlla Kadrushi nga Ushtria. Aleikum selam. Edhe ty edhe hoxhën Fadilin, një mbrëmje tonë lehtësit. Faleminderit, Allah nderoft. Respekte për jua. Faleminderit shumë, qofshit të respektuar. Pyetja ka, apo veç përshëndetje? Jo, ka dhe një pyetje që është ordra e lirë. Po, që sho. Kurtimisht. Po, veç orë në Allah. Bismillah ka gjeni një për shembull një peka një gjallë para 2-3 jave. E kem njetë me bo akika, për shembull për vajzë që shë di une për jetë 100. Jam i dash e për gjallë 2. Po du me pyet hoxhën Fadilin, a është gjëna çka duhet me bo për akika për shembull, a me knu Kur'an, a me knu me vlyt, a me knu doha, që të pyetje, se dikush po thotë shumica tash nuk knohet me vlyt. Shkurtimisht. Po, tash e merre përgjigjen inshallah. Në rregull. Faleminderit, tash e merre përgjigjen. Po, hoxh. Po, sa i përket akikas, akika quhet therrja e kafshës për fëmijën e përsalindur në shenjë mirënjohje falënderimin ndaj Allahut te bareke ve taala. Akika
është pra kafsha që therret për fëmijën e përsalindur në shenjë mirënjohje falënderimi ndaj Allahut të lartmadhëruar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i pari që ka praktikuar akikën. Ai boni akika për nipat e tij Hasanin dhe Husejnin radhiyallahu anhuma. Dhe kjo është një sunet i vjetër, qysh prej kohës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kush ka mundësi me bë, është mirë me bë, mos e lëm pa bë. Kush ka mundësi, dhe ai që e bën, e praktikon akikën për djalin, vajzën, nipin, mbesën, ai shpërblehet. Dhe ai që nuk e bën, nuk i ka mundësi kur far gjunahi, kur far gabimi, nuk ka. Nuk e merr Allahun pyetjen ditën e gjykimit, me i thonë pse se ke bë akikën, se ki me u dënu apo diçka të ngjashme. Jo. Pyeti ky vëllai çka me bë aty. Në akika i mbledh familjarët, miqët, dashamirët, edhe fillani be bismillah, hani pini, peqatina mishit, po edhe nej salat, edhe nej ëmbëlsime pas, nuk prish punë, nej pije, edhe aty ai që është më i dijshëm, më i mençëm, për shembull një njëri intelektual, një njëri më i vjetër, ai çka jep diçka këshilla nga përvoja e tij. Po valla na kena mundësi të thrasim imamin e lagjës ose imamin e fshatit, edhe është aty prezent, atëherë ai e bën një ligjërat, një 30 minuta për shembull, edhe çka tregon për akikën, çka është akika, tregon për rregullat e fëmijët posa lindur, si do të me veprue, dhe këtu do me thonë folet për Allahun, përmendet Allahu, përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çohet salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, folen fjalë nga Kur'ani, nga Suneti, edhe çka dikush shpërndahen edhe kryhet akika. A ka nevojë me lexu Kur'an? Jo. A ka nevojë me knu me vlod? Jo. A ka nevojë me bë diçka tjetër? Jo. Pse s'ka nevojë? Po si ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash na nuk mundem me çik diçka, me thonë po na përbojmë këtë se ka bu pejgamberi, po që na përshohëm tash s'është, pse pe bën? Akika pra është therrja e kafshët për fëmijën e përsalindur. Edhe hahet çaj mysh, nëse dojnë familja me hangër, organizojnë. Po s'po dojnë, pi allon një familjes tjetër mundën edhe ashtu me bo, mundën me allon edhe dikuj tjetër, nuk është pa tjetër krejt me hangër vetë. Po valla po dojnë vetë, krejt në rregull është. Po me rëndësi është çka me ditë që kjo bëhet për fëmijën e përsalindur, dhe kjo është një sadaka rriese për atë fëmijë derisa ai të jetë gjallë, dhe kjo është një traditë, një sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë vazhdoj me pyetjen deri në telefonatën e radhës. Thot, sa kemi kohë ne të shëndoshur që të falim namazet e humbura brenda 24 orëve ato që s'kemi mundur t'i falim si rezultat i angazhimeve, dhe sa kemi kohë t'i falim namazet e humbura ne që jemi të sprovuar me sëmundje dhe kemi ditë kaluara në spital. Se përket asaj pjesës së parë, na që kemi angazhime, nuk kemi kohë, kjo nuk qëndron. Kjo bjen kundërshtim me urdhën e Zotit. Që nëse s'ki kohë, qysh Zoti na urdhënoi kur na s'kemi kohë? Qysh arsyetohemi këtë te Zoti? Dalim para Zotit, thojmë o Zot, ti s'na ke dhënë neve kohë, ball për më fal. Se unë kom qenë puna, kom qenë udhtim, kom qenë i smura, ku ta diune. Zoti e din shumë mirë që ti ki mundësi edhe unë kam mundësi me fal. E din shumë mirë që ti edhe unë me dash mja gjetë kohën namaz t'ja gjejmë, po kur s'dojna, thojna s'po mlen shefi. Kur s'dojna s'po mlen kë, kur s'dojna s'po mlen aj. S'dojna me kush ftyrën për Allahun. Do të me kush mëre, me i thonë shefit, hajde be bëjmë kontratën, amane xhamon shkojnë në xhami, një orë të ta duhet lirë, e para, e dyta, unë dreken në punë e fali, kur e kem pushimin prej 12:01, e pushtimi që i hanë bëke, pinë qaj e kafe, bojnë hajgare, ti që është 10 minuta i ndonë. Qatë pushimin e mes ditës, dikush e ka pej 11, 12, dikush e ka pej 12, 13. Te që aty pej 12, 13, ngrihesh e falë namazin e drekës. Edhe i këndia, këshka me i falë në shtëpi pastaj, edhe jatësia, po nuk ka punë në botë, edhe pilot me qenë, ki me ulltue, e ki ato do me thonë qka, atë asistentin që ndihmon, edhe ti ngrihesh e falë namazin, po normal, aty e falë namazin e ulltarit, 2 rekate dreken, 2 ikindin, 3 akshamin, 4 jatësin. Edhe në ti me banë bashkë dreken me ikindin, edhe akshamin me jatësin, apo? Do me thonë edhe pilot më nesh më falë, atje 10.000 metra në atë, edhe në ndetë se poshtë,
se ta ka letu Zotin në udhtim, prej 4 rekateve farz dreka, bëhet 2 rekate. Ikindia prej 4 bëhet 2, plus më nëshme i bashkua. Kur të kam verën ty? Hini kohën 12:30, po dojna me fal drekën e ikindin, mënesh. 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, do me thonë, a qëtu 5 orë, s'po më shkërkur me gjithë kohën me fal drekën e ikindin, po mëre mënesh qyshja. Qyshja, mëre kufra problemi nuk është. Ata njerëzit po gjejnë kohë, po dalin, më falni, pemharin ata barin e bardh, pi mushin hund me drogë dhe pe gjejnë kohën ja 5 minuta për shefet. A tjetër po shkon në toalet por atje ka 10 minuta, sidomos zinia femnore shkojnë lyhen në ngjyën e ku diun në çfarë bojnë atje. E ti spjegjesh kohën për 4 rekate që janë për 2-3 minuta i fal. Pra sa i përket pjesës të parë të skarsit tim, s'po më jam i angazhuar. Çka je vëlla? Je president i shtetit. A je kryeministër i shtetit. A je mifti i shtetit. A çka je ti? Jo se mas njënë, po ti nuk je pro më angazhuar se këta. Ta kanë në çdo takim, po edhe këta s'kan arsytim. Hes s'kan arsytim. Kështu që këta, jo veç këtë që e ka bo pyetjen, po çdo njënë le ta hek për mendjes, nuk kena mundësi për shkak të angazhime. Pse Zoti na urdhnej pra? Qysh Zoti kështu na boni stakfirullah, pa drejtësi, në thojza për thëmë, se s'na ka bo. Qysh Zoti na obligoj me diçka që s'po mujna me kryna. Allah po thëtë, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allah se obligon se detyron askan përveç ato sa mundet ai me bajt. Kjo se përket pjesës e parë, se përket pjesës e dytë, i smurin, spital. Absolutisht nuk ka arsye me thonë unë jam spital s'pa falat. Se çka i të botin spital? Po jam i smut. Ani të i smut falu më rëvëllo? Që i smut po e zomë qështu? Më falni që po shtrina. Që s'pa mënesh, mu që unë kam. Ani a mënesh qështu më falë? Allahu akbar po. Që qështu falu? Alhamdulillah. Ka dal. A mënesh? Të najtje, gjithë ditën. Në shpinë, vëlla, mu i më falë në shpinë. S'pa falesh. Ta në i thënë, jam i pastër se mi pastër. Po ato, si e i pastër, ato të shejtonit janë. Se do njerëz i kanë bërë 70 vjetë, ja hu, s'po më falë, po e lash. U falë 50 vjetë, shejtoni thëtë, nuk i pastër, se po të pikë organi. Qa ka lidhe që të pikë organi? Ti merr avdes para namazit, në falë shprej e lanë organin, gjithja një fash, apo një facolet, edhe falë namazit. Qa problemi? Disa kanë problem me organ, disa kanë problem me zorë trasha, me lonë tashti namazin, edhe ata që kanë problem me zorën e trash, do me thonë, edhe që shpotregojnë këta mjekët, ajo rrjedh të disa, sidomos të gjenia femnore. Ta shka me bo, mos më falë, jo mëren gjithë fashën para namazit, e kry namazin, ta në kur vjen namazit, e mërë prapa abdes e kështu me radhë. Këta që në spital, nëse smundja është e ranë, këtu një ju letësohet se mundën edhe me i bashku drejke i kindi, ose me afru drejken nga të kindis, e pastaj qka? Pastaj, për një interval shkurt kohor, do më thonë e len mes drejkes i kindis, edhe i falë të dyja. Me një abdes të dyja drejke dhe i kindi, akshëm e jatësi. Vëllone, mu i më qu edhe me dalë në koridare, mu i më qu që të në dhome, që shumicat smurë mundën me bo këta, atër e falë edhe në kam. Vëllone, mu i në karrik, e falë edhe në karrik. Krejt opcionet janë të hapura, krejt mundësit janë, përveç asaj, me lo namazin këtu nuk ka arsëtim. As i smurin nuk ka arsëtim, përveç në kohën kur është gjatë operimit, edhe kur është në ndikim të narkozës, do me thonë, në ndikim të anestezionit, edhe ka zhatë operacionit 6 orë, edhe të ka ik drejka i shinia, kur jo zgju ka hi akshami. Qa bën? Kur të marrësh veten, edhe forcohesh, merr avdes, nëse mundesh. Nëse s'mundesh, ata familjar t'japin avdes aty për shtrim, edhe e fal dreken i kindin aksham. Qështu e bën në rënditje. Fillon pej ku t'ka met. Në ka met dreka i kindia, tash ka hi aksham. A me fal akshamin atë dreken. Jo dreken i kindin akshamin jatsin. Sepse rënditja është shumë e rëndësi. Rënditja është obligative. Sabahu, dreka, i këndia, aksham jatësi. Allahu ala. Për bëjmë dështë një pyetje të fundit, është person të që ka të bëjmë me një gurbeqare, thotë jam shkrimtare, cilën e përzit e mija shkruj për besimin, Zot, familjen, dashurinë dhe atë dhejot kombit, gjuhës, flamurit, e kështu më rarë, po duke mos ngritet të në një nivel tjetër, por duke pas parasysh vetëm besimin dhe adhurimin e Zotit. A bëj gjëna të që shkruaj edhe për të tjerët përveç se besimin në Zot? Jo, absolutisht nuk bën asnjë gjëna, përkundrazi vetëdijsimi i besimtarëve dhe tërhiqjeve mendjes ka atë dheu, për shembull, me ditë vendin prej kanë shku atje në gurbet, me ditë prej ardhjen, për familjen me shkruaj, për figurat që janë këtë popull dhe në këtë vend, kjo është shumë
punë e lavdruar dhe respektuar. Me një fjalë, çdo send që i motivon, që i nxit njerëzit në punë të mira dhe të mbara, ki shpërblim e ki sevap. Po, çdo send që i largon njerëzit prej rrugës Zotit, edhe me shkrimet e tua i motivon, për shembull dikush në shkrimet e veta i bën shirk Zotit. E ishte njerëzit me menu ashtu. Sikur një prej të vjetërve që ka shkruar një poezi, edhe aty thotë s'po di kanë me besu tani me. Dashurinë a perëndin. Perëndi e vërtet është dashuria e njëjtë, stakfirullah. A qëndron kështu? Lajthitje. Po, kemi mësuar dhe s'po do të citu me emër se kemi mësuar në shkollë, ta më kujtohet si fëmijë. Edhe si fëmijë normal që jam habit, edhe ku menu që na ashtu mos është ashtu. Po tu pjek, tu i mësuar gjana, të po ku krahasohet me dashuria me perëndin me Allahun te bareke ve teala. E kështu që me shkrue për me motivua popullin, me motivua njerëzit në punë të mira, me i vetëdisu ata, me avëzhu kurreshtjen për disa figura që kanë kontribu për këtë popull dhe këtë vend, me që rahmet për ata, që kanë sakrifikue ma të dashtë të tyne, sikur është Agha Shaban, Allahu e mëshiroft, me djemët e ti, Hamzën, Ademin, edhe këtë familjen, Allahu e mëshiroft, që ka të keqe me shku një poezi për Agha Shaban. Unë e di që disa ju dhem, pse i ka qenë medresante, ka kry medresën, ka qenë hoxh, pse i ka qenë pezvakli, pse i ka qenë rrugën e Zotit, pse i ka qenë musliman, pa ash më bën mua përshtypje çfarë thonë të tjerë. Shkruja marë, zgjatja nash edhe jo një poezi, po dash edhe 10, dash edhe një libër, ki drejt. Po jo po ki drejt me shkruaj një libër për familjen Jashari për shembull. Një libër, disa flet për Agha Shaban, disa flet për Hamen Zaid, disa flet për Hamzën, për Ademin, edhe për fëmijët e tyre, gratë. Kush ka rënë atë? Sa ta për qitë popull, për qitë vend, se vallahi kanë mujt me ik ata që kanë ik shumica këtij populli, kanë mujt me lëshua. Po me qëllim e kanë bo, strategjia e tyre shumë ka qenë e fortë që me dhonë një ders një mësim që për këtë popull dhe për këtë vend javlen këtë me dhonë. Edhe e kanë bo, edhe kanë met në analet e historisë, edhe kështu do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit. Tash, a mundet njëri me hinë gjëna me poezi apo me shkrime? Po. Edhe me prozë, me poezi, kur i nxit njerëzit ka harami, ka alkooli, ka droga, ka prostitucioni, ka lakulishtësia, ka largimi nga rruga e Zotit. Po, mundesh me hinë gjëna. Kështu që këshilla ime për këtë dhe për të tjerët është që sa të mundën me kontribu për mirë, le të kontribojnë, sepse secili prej nesh e jep kontributin aty ku është i thirrur apo i përkatitur, apo aty ku e ka ma lehtë, që ka kriju Allahu te bareke ve teala. Hoxha, Allah shpërbleft, faleminderit shumë. Amin, Allah shpërbleft ju dhe të gjithë ata që ishin deri këto momente me neve, deri në takimin e radhës, qofshin në mëshiren, në përkujdesjen dhe në begatit mirësitë të Allahut xhalla shanu. Amin. Qëndroni me ne takohemi sot një javë. Ju qëndroni me emisionet tona, jemi 24/7 me ju dhe për ju. Deri në takimin tonë të radhës, selam aleikum dhe mirëmbëjtje.